Përshëndetje të gjithëve, ja tek shihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë, kem të ftuar doktorin Fatjon Balla, mjek obstetër ginekolog në maternitetin Mbretëresha Geraldin dhe pedagog në Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Përshëndetje, faleminderit që e pranuat ftesën tonë. Ju faleminderit për ftesën. Përshëndetje. Doktor, me thënë drejtën, në fushën tuaj unë vijoj të ftoj koleg, miq edhe profesionist, sepse është një fushë vërtet që është jo vetëm interes për publikun, por është edhe një nga, le të themi, momente dhe më të bukura, po dhe më të vështira që ka mjekësia. Lindja e një jete është gjithmonë sfiduese. Kështu që ruajtja pasaj shëndetin nënës është sigurisht edhe një sfidë më vete. Do doja të dija diçka më shumë rreth jush, doktor, si keni zgjedhur që të jeni mjek, si ka qenë rrugtimi juaj në mjekësi dhe pastaj në specialitetin e obstetrik ginekologjisë. Udhëtimi im në për mjekësinë faktikisht ka qenë i rastësishëm deri diku, mund të thuhet. Në kohën që mbarova shkollën e mesme, fillimisht kam studiuar një vit për inxhinierimin minerash, e cila është një rastësi e asaj kohe. Më pas ka qenë këmbgulja dhe jashtëzakonshme e nënës time, e cila me çdo kush donte që unë të bësha mjek, në shenjën e një pamundësie dhe të një dëshire të paplotësuar vetë nga ana saj, dhe me çdo kush të shikonte mjekun tek unë. U bë e mundur për kohën dhe më pas kam kaluar në Fakultetin e Mjekësisë, ku kam përfunduar studimet në vitin 1995, jam diplomuar si mjek i përgjithshëm. Më pas në obstetrik ginekologji ka qenë, edhe kjo mund të deri diku, një zgjedhje rastësore, sepse unë nuk kam pas një, të thuash, suport apo trashëgimni familjare në fushën e mjekësisë, deri diku isha i paditur, le të themi, në këtë rrugtim që nisa, dhe ka qenë histori e konkursit, mund të isha bërë dhe pediatër, mund të isha bërë dhe radiolog. Në një moment të caktuar shfaq mundësia për të studiuar obstetrik ginekologji dhe kështu ndodhi, u futa në karrierën e obstetër ginekologut. Në rast se do të jepej sot mundësia për ta kthyer edhe një herë shiritin e jetës, do të bëjë ndryshim specialiteti? Jo, sot themi jo. Dikur vite më përpara, po tani sot jo, në këtë moshë dhe në këtë status, në këtë karrierë që kam dhe që kam arrit, jam vazhdimisht tash i thellësisht mund ndjem i dashuruar me ginekologun. Me siguri shumë studentë dhe shumë specializantë na ndjekin dhe natyrisht mund të lindë një pyetje që mund t'u drejtoj unë juve, në rast se do të jepi një mundësi e mirë në këtë moment jetës tuaj për ta lënë Shqipërinë dhe për të ikur diku jashtë, a do të dëshironi të ndërtonit një karrierë si obstetër ginekolog në këtë moment jashtë Shqipërisë, apo mendoni që është në rrugën e duhur, në vimësinë e duhur këtu ku jemi? Në fakt, kjo është një pyetje interesante, mua për rastësi më çdon mundësia vite më përpara për të qenë rezident diku në një vend tjetër. Deri diku e mendova, nuk mund të them se nuk e mendova seriozisht për të ndruar ambient, pra për të ushtruar profesionin e obstetër ginekologut. Por deri diku ishte edhe pamundësi në raport me dokumentacionin dhe me përshtatjen, dhe më pas e braktisa si pistë. Tani, aktualisht, në sistemin ton shëndetësor, po themi në përgjithësi, po veçanërisht në maternitet, pra dhe në lëmin e obstetrik ginekologjisë, kanë ndodhur ndryshime mjaft të rëndësishme në lidhje me të gjithë equipmentin që shoqëron një spital, në lidhje me të gjithë teknologjinë e avancuar që tashmë është bërë mundur që të jetë dhe në spitalin tonë dhe në mjekësinë në përgjithësi, dhe pothuajse janë të gjitha kushtet e barabarta me vendet të zhvilluara për ta ushtruar në mënyrën më të mirë profesionin e obstetër ginekologut, qoftë për të pas edhe kënaqësinë tënde profesionale për të bërë ato arritje që dikur vite më përpara
nuk do të ishim qenë të mundura për të arritë. Doktor, le të kalojmë pak tek përvoja juaj. Ju më thatë që keni përfunduar diku në 95-ën, kështu që praktikisht janë më tepër se 30 vjet si mjek, edhe sigurisht një numër i konsiderueshëm në fushën e obstetrik ginekologjisë. 25 vjet. 25 vite. Pa shkëputje. Pa shkëputje. Cili ka qenë ai rasti i le të themi që ka qenë i vështirë ose ka qenë i veçantë që do ta veçoje sot nga gjithë karriera juaj? Tani, gjatë gjithë karrierës, obstetri ginekologu përballet me vështirësi nga më të ndryshmet, ashtu si kundër dhe kolegët e tjerë dhe unë, sigurisht që kam eksperiencat e mia, pozitive dhe negative qoftë, sepse gjithmonë shkenca e mjekësisë nuk kalon pa problematika dhe pa dështime qoftë, për cilat edhe duhet kërkojmë ndjes në mënyrë indirekte përpara publikut që na ka mbështetur dhe na ka suportuar. Rastet vështira janë disa, janë në memorien time, domethënë, sidomos ka një karakteristikë ose një koincidencë kur kam qenë më i ri, e kam nisë me raste shumë të vështira dhe tani që vjen e rritesh, po themi qoftë dhe profesionalisht, qoftë dhe si moshë, që krijon dhe eksperiencën, tani gjithmonë rastet vinë e bën më të vështira, sepse sigurisht duke kaluar, duke ecur nëpër shkallët e karrierës dhe shkalla e vështirësisë të atyre që të dalin përpara, rritet. Veçoj rastet vështira kanë qenë për shembull një rast ka qenë një vajzë vogël, po themi rreth moshës 14-15 vjeç, vite më përpara, që vinte me dhimbje shumë të forta, pothuajse gati në pozicion të detyruar, siç e quajmë neve mjekët, dhe që më desh ta operoj në urgjencë, dhe që për fat keq gjatë eksplorimit ose gjatë kryes operacionit konstatova që ai ishte me një proces malign, po themi, në dukje, për cilën tregum kujdesin e nevojshëm dhe orë gjata derisa arritëm ta zgjidhim problemin, por pa mundur t'ja zhbëjmë patologjinë që ajo kishte në të vërtetë. Kanë qenë raste të tjera, raste të vështira të cilat kanë ardhur në situata emergjente, me hemoragjira shumë që kanë qenë deri dhe jetë kërcënuese në abdomene, të komplikuara, po themi. Për shembull? Po ka qenë një zonjë diku rreth moshës 50 vjeçe, e cila vuante nga një proces relativisht malign nëpërmjet një gjakëridhje të vazhdueshme. Ajo bënte pjesë edhe tek po e themi me njerëzit me aftësi ndryshe dhe nuk ishte fort e mundur komunikimi drejt për drejt me të, por përmes familjarëve të tjerë vihet re dhe konstatohet prezenca e një mase të stërmadhe, po themi, abdominale, dhe cila vazhdonte hemoragji të vazhdueshme për orë të tëra dhe për të cilën u desh sërish që të ndërhyrim në urgjencë me kryerjen e interventit të saj. Po që për fat mirë kujtoj ajo zonjë, sot aktualisht gëzon shëndet plot. Ka pastaj situata të tjera të vështira, kanë qenë raste të cilat kanë pas lidhje edhe me lindjen, po themi me procesin e lindjes, që janë komplikuar gjatë aktivitetit lindjes dhe kanë pat komplikacione të ndryshme gjatë aktivitetit lindjes, për cilat na është dashur me ndërhyr qoftë me intervente, qoftë me lindje instrumentale, siç e quajmë neve. A ka pas në një proces të tillë ku për shembull ju hyni në sallë dhe sigurisht keni bërë përgatitjen e duhur për rastin përkatës, por jeni përballë me një komplikacion që në fakt nuk e keni parashikuar ose ka qenë një gjë përtej asaj që pritet nga ana shkencore? Patjetër, gjithmonë kirurgjia mbart sekretet e veta dhe mbart të fshetat e veta, të gjitha mundësitë
diagnostike, patjetër që janë të limituara dhe të kufizuara deri diku. Dhe asnjëherë nuk është situata, pothuajse jo gjithmonë, por në disa raste situata nuk përputhet me gjetjet radiologjike apo me ekzaminimet me të cilat kryen pacienti përpara operacionit, dhe gjithmonë kur je fut për të kryer ndërhyrje kirurgjikale, gjithmonë është dash që të bësh vendime të tjera nga gjetjet që janë paraqit gjatë një interventi. Prandaj dhe procesi i kirurgjisë ose profesioni i kirurgut mbart me vete dhe improvizimin. Pra duhet t'jesh i aftë dhe t'jesh në gjendje që të bësh të zgjidhje të momentit, të cilat duhet të jenë decizive, duhet të jenë shumë të shpejta dhe për më tepër duhet të jenë të sakta për të zgjidhur problemin që të paraqitet përpara. Sigurisht sot shkalla diagnostike është rrit dhe ka avancu, por gjithsesi të tilla raste ngelen gjithmonë në praktikën tonë të përditshme. A kujton një rast në specifike, doktor, që ka ndodhur një komplikacion ose disa që mund të ndani me ne? Po kemi pasur rast sërish me një paciente me kolik abdominale relativisht obeze, abdomen ju keni parasysh deri diku që nuk mund të eksplorohet me lehtësi, e cila vazhdimisht kishte anku me probleme infeksioze, natyrës infeksioze, pra në lidhje me sferën e ginekologjisë. Por më pas gjatë interventit, pasi situata u komplikua, pra me temperaturë të lartë dhe me kolika të forta abdominale, gjatë interventit në doli që ishte perforacion i zorës, i krijuar sekondarisht prej inflamacionit të përgjithshëm që i kishte përfshirë të gjithë abdomenin. U zgjidh problemi. Çfarë ndodh në ato momente? Domethënë ti përballesh me një situatë tjetër. I gjithë pozicioni i kirurgut është pozicion stresant në momentin që gjithmonë futesh futesh në botën e kirurgjisë ose po që futesh në barkun e të smurit, në abdomenin e të smurit. Gjithmonë aty kalon në një botë tjetër, po e themi. Humbet nga realiteti, le pas të gjitha problematikat apo problemet që ti vetë si individ apo si mjek mund të kesh, dhe je krejtësisht i përkushtuar dhe i fokusuar në problematikën që ju paraqitet përpara. Aty më pas i gjithë procesi kërkon tension, stres, mbar të papritura, të cilat mund të jenë nga më të ndryshmet, për cilat duhet të jesh i organizuar dhe të jesh i përgatitur që ti bësh ballë për të qenë i suksesshëm. Doktor, mbaj mend kohë më përpara ka qenë një rast i një bare multiple. Unë e kujtoj me kënaqësi një intervistë tuajën, edhe do doja të dëgjoja më shumë si rast edhe të na japësh një panoramë të situatës, sepse janë raste vërtet interesante që duhen ndarë. Kjo është një histori që ka ndodhur diku, në mos u gaboj, rreth 12 vjet më parë, dhe ishte një paciente e cila jetonte në një rreth Shqipërisë dhe ne kishim një lidhje, një njohje përmes një miqësie të përbashkët që kishim, dhe ajo më drejtua për ndihmë, kam trajtuar në spital për rrezikun e lindjes përpara kohë. Më pastaj erdhi natyrshëm, ajo i arriti i plotësoi pritshmëritë në lidhje me pjekurinë e bebit dhe vendosëm kemi kryer lindjen më pas me operacion. Dhe ajo ishte ndër të tjera një zonjë që kishte shumë kohë që kërkonte shtazani pra që trajtohej për infertilitet. Dhe deri diku ishte fatlume tepër e dëshiruar. Shumë e dëshiruar. Që si të u bën nën me 3 herësh, ka qenë një kënaqësi dhe kemi komunikim akoma dhe sot vazhdimisht përshëndetemi dhe shkëmbejmë mesazhe që nga ajo kohë. Doktor, një sfidë më vete në fushën tonë ngelen shërbimet 24 orëshe, sepse ndryshe se si thuhet, mjek të bën shërbimi roje. Dhe sigurisht në shërbime 24 orëshe në 25 vjet, unë jam i bindur që ka prej atyre ditëve dhe netëve që ju i mbani mend mirë, edhe ka prej atyre ditëve dhe netëve ku mund të ndani me ne raste të veçanta dhe raste të vështira që ju jeni përballur.
Shërbime 24 orë, siç e tha dhe ato janë vetë mjekësia në fakt. Pikërisht janë dhe pjesa më stresante dhe më e lodhshme e profesionit, sepse pjesa e planifikuar po i qynë ditës. Sigurisht që ka vështirësitë e veta, por nuk është si shërbimi 24 orë, ku për më tepër, përveç të tjerave, përveç që përballesh me patologji nga më të ndryshmet, po je edhe në, si të thush, në diskomfort fizik dhe jo fort i qetë dhe ndoshta edhe i kthjellët, mund të thotë. Mi po ndodh që në të raste duhet bësh vendime, duhet bësh dhe vendime, je detyruar të bësh vendime të rëndësishme në të mirë të pacientit. Raste ka shumë, janë kaq të pafundme sa unë nuk di të rendis në një kohë dhe në hapësirë, po gjithmonë obstetër, ginekologu mbartë gjithmonë rrezikun kryesor është rreziku nënës dhe i fëmijës. Pra në opinionin e përgjithshëm, po e ndajmë nga pjesa e ginekologjisë, po i qëmë diku një disiplinë të veçuar nga pjesa obstetër ginekologut, sepse për më tepër dhe obstetër ginekologu nga obstetrika, pra nga shkenca e lindjes, po themi e merr emërtesën kryesore. A kujton një rast në specifike diçka që ka qenë, okay, stop, kjo është e tepërt, aq shumë sfidë ka patur 24 orësh. Kujton një rast në memorien tuaj? Po kujtoj, them vërtetën, në raste si ngarkesë në totalin e 24 orëshit, ka qenë një rast për shembull që kam ndejt gati të thuash 24 orë në këmbë dhe kam kry 34 lindje dhe për të cilave kanë qenë 12 intervente, 8 ose 9 për të cilave kanë qenë për lindje dhe 3 të tjera kanë qenë nga ginekologjia. Ndjeshi fizikisht i dërmuar, por në fund fare nuk e di gjen forcë. Si është e nesër bja? Ngrihesh në mëngjes. E nesër me pas sërojës, është deri diku e mirë, vazhdon ajo inercia e 24 orëshit. E pas nesër më ndjesh shumë i dërmuar. Dhe nuk ke mundësi të jesh shumë i qartë. Doktor, pyetjen e radhës do doja të bëja një pyetje që është edhe ndjeshme dhe sensitive. Në punën e çdo kirurgu ka dhe momente të tjera të vështira, të cilat janë raste që nuk shkojnë ashtu siç duhet, raste ku ka humbje dhe ku humbet nëna apo ku humbet fëmia, që janë edhe le të themi situata të vështira që ju hasini. Do doja të ndaje me ne ndonjë rast që ju ka ngelur në memorien tuaj ku gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç duhet. Ta thash, në mjekësi në përgjithësi, jo vetëm në fushën e obstetrit ginekologut, gjithmonë ka betejë që nuk mund të fitohen, që klasifikohen. Dështimet mund vinë si pasojë e disa faktorëve, qoftë nga pamundësia për të përballë me atë problematikë që ti hasesh, apo qoftë edhe nga pse jo dhe indeksi i gabimit që çdo kush ka në profesionin e vet. Edhe mjeku nuk është i përjashtuar nga kjo. E rëndësishme është fakti që gjithmonë të jesh i përgatitur që ta zgjidhësh situatën dhe të bësh gjën e duhur. Pastaj jo gjithmonë ajo varet nga ty. Pra, të thuash, suksesi ose mos suksesi jo gjithmonë varet nga ty. Doktor, fusha e obstetrik ginekologjisë është një fushë mjaft e gjerë dhe sigurisht siç ne e njohim në gjuhën mjekësore është vetë mjekësia. Është një mjekësi e plotë. Cila është fusha juaj ku ju jeni edhe më të themi më tepër i angazhuar dhe më tepër i profilizuar dhe çfarë mund të thoni diçka më tepër në lidhje me punën klinike në raport me fushën që juve më së shumti ndiqni? Siç e tha dhe juve, obstetrik ginekologjia është një diapazon shumë i gjerë, është gati një mjekësi në miniaturë,
në nën disiplinat që ajo ka dhe vete, me patologjitë e shtazionisë, me diagnozën prenatale, me pjesën obstetrikale dhe me pjesën e ginekologjisë. Ginekologjia në vetë, edhe ajo është, po thuaj, e profilizuar, e mini profilizuar që bën me pjesë në ginekologjinë klinike ose në endokrino ginekologjinë. Dhe më pas është edhe disiplina tjetër që është kirurgjia ginekologjike. Unë personalisht jam krejtësisht i fokusuar dhe plotësisht i fokusuar dhe i investuar në pjesën e kirurgjisë ginekologjike, për të cilën jam investuar në të gjitha, për të arritë të gjithë gamën e ndërhyrjeve kirurgjikale që një ginekolog bën, duke filluar me të gjitha teknikat ekzistuese që kanë qenë dhe deri tek kirurgjia mini invazive ose laparoskopike si në tjerë, dhe së fundmi dhe me fushën e robotikës, kirurgjisë ginekologjike përmes robotikës. Gjatë gjithë karrierës time, do më thonë, në fillimet e karrierës time, sigurisht që kam kalu të gjitha disiplinë, kështu kalon specialiteti obstetër ginekologut, më pas prej shumë vitesh jam fokusuar dhe investuar në kirurgjinë ginekologjike, për cilat kam kryer trajnime në Gjermani, në Strasburg, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në disa klinikat e tjera në Gjermani në kohë të ndryshme për specifika, për operacione specifike ose thellësi specifike të që i përkasin sferës së uroginekologjisë. Gjatë gjithë karrierës, pastaj profesioni i kirurgut ginekolog është një fushë e pafundme për hir të vërtetës. Fillon qysh me kirurgjinë vaginale, me atë abdominale, me endoskopike dhe përfundon, le të themi, më pas stadi më i avancuar është dhe me kirurgjinë e kancerit ginekologjik ose onkoginekologjinë, siç njihet ndryshe. Në karrierën time jam përballë me patologjitë nga më të zakonshme, pra që i përkasin gjithmonë kirurgjisë ginekologjike. Rastet më impresionante, po themi, janë kirurgjia e kancerit, veçanërisht, në të cilën jam më larg se sa në 3 ditët e fundit kam bërë disa ndërhyrje të tilla, të cilat për fat mirë kanë kalu me sukses. Por në kirurgjinë ginekologjike jam përballë dhe me kirurgjinë e korrigjimit të defekteve. Janë disa anomali mülleriane që njihen ndryshe, në të cilat riprodhohen organet gjenitale femërore, sidomos uterusi, por krijojnë problematika të veçanta gjatë zhvillimit të tyre në jetën. Mund të na thuash një rast mirë specifike të një zone që është përballur? Janë tre vajza të cilat kanë vujt nga uteruse të deformuara ose uteruse bikorne, bidelfe, në të cilat kanë pas disa shtazani të ndërprera dhe janë gjenë përpara faktit për të mos arrit të riprodhohen ose për të pas një fëmijë. Më pas konsultimeve dhe ekzaminimeve që i kemi, që janë bërë, janë në vure, janë eksploru pra këto anomali, të cilat janë thellu përmes ekzaminimeve të ndryshme, dhe i kam trajtuar më pas si hapi fundit në anë me kirurgji, pra me operacionet e korrigjimit të anomalive, dhe së fundmi kam 2 raste me të cilat si tush jam shumë i kënaqur dhe unë nga vetja, sepse të dyja që i kam korrigjuar 2 vite më përpara, së fundmi janë bërë nëna dhe sigurisht që janë raste që ngelen në memorie dhe ato pacientët patjetër që janë shumë falendëruese. Cili ka qenë, doktor, falënderimi më i bukur që keni marrë nga një nën apo nga një baba apo nga një familje e re sapo formuar? A ka një gjë që të ka ngelur në mendje? Fotografinë e djalit.
për shembull Klevi si të përshëndet doktor gjithmonë, ose kur dal që qëllon që jemi në zakonshme, pap shikon sepse edhe nuk i ma mend, thot i dorën doktorit këtë kam vetë. Kjo ndodh shpesh. Duhet të jetë emocion shumë i bukur. Shumë ndjesh shumë mirë, vërtet që ndjesh shumë mirë, ndjesh shumë i kënaqur, ndjesh shumë i respektuar, ndjesh shumë i vlerësuar, dhe hera herës deri diku ne ginekologët, po themi, apo pse të ginekologët, hera herës ndjemi dhe të përkëdhelur në atë mirësinë që njerëzit përpiqen ta përçojnë dhe ta transmetojnë vazhdimisht në mënyrën e tyre, sigurisht. Doktor, le të kalojmë një fazë tjetër shumë të rëndësishme të këtij podcasti. Do doja të dinim diçka më tepër rreth jush. A ka diçka në shoqërinë tonë, vlerat njerëzore, në marrëdhëniet me njerëzit që juve nuk ju pëlqen, ju trishton, le të themi, një sjellje mosmirnjose, një sjellje arrogante, një vlerë jo e duhur e njerëzve, çfarë të trishton më shumë ti? Përgjithsisht nuk është se jam i pa përgatitur për një çështje të tillë. Shoqëria jonë, unë mund të them me gojën plot që është një, në raport me profesionin tonë, po them, është një shoqëri mirënjohëse, është një shoqëri falënderuese, është një shoqëri shumë e mirë, le të themi. Ka sigurisht vështirësitë e veta që burojnë kryesisht nga keq interpretimi ose nga shkalla e të kuptuarit të problemit. Megjithatë kam vënë re që po të përpiqesh dhe duhet të kesh durimin e nevojshëm që t'ju shpjegosh dhe t'ju shtjellosh çështjen apo problematikën që ato kanë, njerëzit përgjithsisht të kuptojnë. Ka pastaj dhe po themi momente ku dhe njerëzit çdojnë nga padurimi apo ndoshta edhe nga dia, po përgjithsisht ne jemi një shoqëri mirënjohëse dhe falënderuese. Në rast se një kolegu juaj, një person që ju ndani përditshmërinë, kupton se të ka fyer ose kupton se diku ka folur keq për ty, si është reagimi juaj në raport me të? Është reagim impulsiv? Nuk e konsideroj fare. Gjithmonë nuk kam opinionin tim dhe kam punë me veten time. E nesërmja isha unë, sot do të jem më mirë, gjithmonë matem me vetëm, nuk më interesojnë. E kjo është një mesazh shumë i bukur në fakt për gjithë ata që na ndjekin. Doktor, gjithmonë nëna dhe babai në jetën tonë janë persona që na bashk shoqërojnë me këshilla në punën tonë dhe në jetën tonë. A ka një këshill të bukur që është me veten tuaj gjithkohës prej nënës ose babait tuaj? E thash më parë, nëna ka qenë ajo që më bëri mjek, pra dëshira e saj dhe këmbgulja e saj. Babai më pas, sigurisht ka qenë një pikë referimi në jetën time, ka qenë njeriu që patjetër që jam mirënjohës dhe do ta respektoj për jetë. Ka qenë njeriu që më ka drejtuar dhe është marrë drejt për së drejti me trajnimin, po quhet dhe me edukimin tim në përgjithësi. Gjithmonë këshilla e tij ka qenë je i vërtet, je vetvetja dhe mos u trem kurrë nga vështirësitë që të dalin përpara, përpiqu ti ka përcesh. Fjalë me shumë peshë edhe shumë të vërteta. Doktor, në kirurgji, sidomos në kirurgjitë që ju keni, sepse sigurisht në onkokirurgjia apo në kirurgjitë mini-invazive, gjithmonë ka disa ndërhyrje ku parashikimi juaj mjekësor shkon për te asaj që ju keni përpara. Ai atribuohesh Zotit me pacientin kur e ke përpara në raste të tilla, pra thua kjo është një punë e Zotit që ndodhi kaq mirë kur ju nuk e prisni kaq mirë apo anasjellës, apo ja atribon vetes tuaj? Pra besonin Zot është pyetja. Nuk di si ta them. Në rutinën e përditshme dhe punën time, sigurisht nuk është se bazohem, po themi them dhe unë o Zot. Në kuptimin e përgjithshëm të fjalës, por nuk është se bazohem tek shpresa, gjithmonë bazohem tek vetvetja
tek ato gjetje që unë duhet bëj. A besoni në Zot? Nuk e kam një provë unë personale që të them që Zoti ekziston. Ose unë ndoshta nuk arrit të shikoj atë që besimtarët shikojnë. E respektoj besimin, por eci me moton Zoti në tokë, jeti vetë. Okej. Po në rast se keni një paciente përpara e cila është me tumor dhe ju do ta operoni, sa e vështirë është që t'ia përcjellësh këtë diagnozë dhe sa e domosdoshme është kur ajo i atribuohesh përveç se juve si mjek edhe fuqisë mbi natyrshme, pra ka një gjë që e suporton ti plus të pacientin në këtë moment. Atëherë përballja me tumorin nuk është e lehtë për çdo pacient, femër apo mashkull qoftë, sidomos në të gjitha ato raste kur siç e dim ne doktorët që patologjitë maligne janë dhe tinzare me vetvete, nuk është se t'i japin shumë shenja apo karakteristika të veçanta. Ti përballesh, përpiqesh të eksploron dhe përpiqesh t'ja shpjegosh. T'ja shpjegosh me detaje, t'ja shpjegosh atë çfarë është e mundur të bëhet dhe se çfarë pritshmërish kemi tek e fundit. Ka njerëz që sigurisht nuk besojnë atë që ti ju thua, jo në kuptimin e keq, se ti po i gre, por kanë atë si dyshime e veta që janë të natyrshme, kur njeriu përballet me një fjalë të tillë. Por më pas, si thosh, e pranojnë verdiktin dhe thonë, doktor, ti je Zoti. Doktor, në rast se do t'i binte një telefon në këto kohë dhe do t'i kërkonte të linjit profesionin tuaj për të ndërmarrë një nismë politike ose një karrierë politike, do ta bënit në këtë moment? Kur? Jeni jashtë çdo lloj angazhimi përveç se profesional. Absolutisht. Absolute. Doktor, në raport me familjen tuaj, në raport me kohën që duhet t'i kushtoni familjes, profesionit dhe sigurisht secilës t'i gjeni atë hapësirën e dur, a mendoni që jeni deficitar apo mendoni që keni një balancë të mirë? Jo vetëm që mendoj që jemi deficitar, po kemi shumë të çara dhe të shara. Njëkohësisht. Por që sigurisht familjes mundohemi t'i gjendemi pranë. Unë për arsye specifike jetoj ndar nga familja sepse të dy fëmijët i kam larg në studime, kam Shtetet Bashkuara të Amerikës, së bashku me bashkëshorten. Por edhe kur kemi qenë bashkë këtu, jeta e mjekut është një sakrificë në vetvete. Një sakrifica parë është familja dhe pa mbështetjen e familjes dhe pa mirë kuptimin e familjes, kur nuk mund të bësh përpara si mjek. A ka një telefon të parë që bën kur mërzitesh? A dhe është në njëri nga anëtarët e familjes? Apo... Përgjithsisht po. Qoftë kur mërzitem, dhe qoftë kur unë, si thosh, për herë të parë shkova me studime në Gjermani, telefoni i parë që kam pa nga impresionet që gjeta atje për atë kohë që flasim, ka qenë sigurisht telefoni me bashkëshorten, ku i thash, sot kuptova që ne kemi shumë brapa, se disesi thash domethënë se u emocionova nga ajo që pash, nga ajo që gjeta atje. Dhe në një farë mënyrë ai ka qenë dhe momenti që unë u përkushtova dhe më shumë në karrierën time dhe si thosh mora një spunto pozitive. Pastaj gjërat ecën, rritet sistemi, rritet mundësi të gjitha ajo që thash më përpara dhe shkon përpara. Doktor, çdo kush ka qëllimet e veta kur hyn në një profesion apo kur është gjatë rrugtimit si mjek apo kur del afër fundit. Së pari, a mendoni që jeni në rrugtimin e realizimit të atij qëllimi primar që keni vendosur 25 vite më parë? Po, jam dhe këtë them me kënaqësi dhe me gojën plot, siç thonë. Sepse që ditën që nisa obstet ginekologun, kisha një lloj betimi po them në vetvete, që duhet të bëhemi mirë, duhet të shërbej sa më mirë njerëzve, duhet të nxjerr sa më pak të pakënaqur nga duart e mia. Dhe them se deri diku ja kam arrit, sigurisht patjetër që kemi mangësitë tona,
akoma nuk jemi të përsosur. Përsosmëria nuk vjen asnjëherë, sidomos në mjekësi, por edhe kur vetë kritika është e lartë ndaj edhe kur vetë kritika është e lartë, përsosmëria nuk vjen. Doktor, pjesa e dytë e pyetjes është si do donit që të mbaheshit në mend nga njerëzit? Si do donit që t'ju kujtonin njerëzit në, le ta themi, në fund të karrierës tuaj? Do kisha dëshirë dhe indicjet nuk është se i kam të këqija dhe tani njerëzit të thash, jam ndjerë vazhdimisht i respektuar në jetën e përditshme, madje dhe i përkëdhelur diku në shumë raste. Kështu do dohet ma është mend për herët, si njeriu që ju kam shërbyer me shumë përkushtim në fakt të gjithë njerëzve pa dallim, me mundësitë e mia dhe me duke u përpjek për të bërë më të mirën, gjithmonë më të mirën, dhe me një falje patjetër për ato që edhe mund t'i kem lënduar gjatë një karriere. Doktor, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj, të falenderoj për intervistën, të falenderoj për ndarje me ne të një pjesë të vogël të një karriere të gjatë, edhe të uroj shumë sukses në atë punë të vështirë, në atë sferë dhe në atë nën specialitet të vështirë të fushës së gjerë të obstetrik ginekologjisë, ku jep një kontribut jashtëzakonshëm për gjithë ato pacientë të cilët kanë problematika, të cilët kanë paraqitjen tek ju dhe që i ndihmoni. Faleminderit shumë për intervistën. Ju faleminderit juve edhe një herë për ftesën. Duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në ora 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.